Autoritetet e komunës Shutorizar pranojnë se rruga Makedonska-Kosovska Brigada në lagjen Shutorizar është lënë në harrese dhe është një nga rrugët pothuajse më të shkatruara të lagjes. Nga komuna njoftuan se rruga ndoshta do të ndërtohet gjatë këtij viti ose më konkretisht me fillimin e sezonit të punimeve ndërtimore, por çdo gjë varet nga buxheti i komunës. Duhet të mendojmë mirë dhe të mbajmë një evidencë sociale sa mjete do të paguajmë dhe sa mjete do të kemi në dispozicion, aq edhe do të realizohen aktivitetet e planifikuara. Për këtë vit konkretisht i përgjigjemi pyetjes tuaj lidhur me rrugën në fjalë, ajo është në plan të rikonstruohet dhe sanohet. Kjo sigurisht do të ndodhë me fillimin e sezonit pranveror. Kjo është në plan, por se a do të realizohet pritet të shohim. Nga komuna akuzuan banorët për mos pagesë të taksave komunale, pasi sipas autoriteteve kjo ndikon në zvoglimin e buxhetit dhe mos realizimin e projekteve të caktuara. Ndërkohë, Alsatm vetëm një ditë më parë njoftoi se në rrugën Makedonska-Kosovska Brigada në lagjen Shutorizar nuk mund të gjesh as edhe një copë asfalt të shtruar. E gjithë rruga është e shtruar me baltë, pothuajse në çdo gjysmë metër shihen gropa të hapura për plot me ujë, që vazhdimisht pengojnë qarkullimin e lirë të makinave. Banorët që anketuan për Alsatm të dëshpëruar thanë se rrugë të tilla nuk mund të gjesh as në fshat as në xhungëll.